Në magjistralen Ngustivar Kërçov, sot në orët e paraditës, ka ndodhur një aksident trafiku, me që rasti janë lënduar një burr dhe një grua nga fshati Poroj. Rastin e konfirmojnë edhe nga sektori punëve të brendshme Tetov, nga ku precizojnë se fatkeqësia është regjistruar në orën 10:40 në afërsi të Novosellës. Nga shkaqe të pakonfirmuara deri më tani, në furgonin me të cilin kanë udhëtuar bashkëshortët nga Poroj, e ka humbur kontrollin dhe ka devijuar nga rruga. Me këtë rast, burri i moshës 77 vjeçare ka marrë lëndime në pjesën e kokës, ndërkohë që gruaja 73 vjeçare është lënduar në pjesën e shpinës, njofton Marian Josifovski, zëdhënësi SPB-s Tetov. Të pësuarit nga ky lloj aksidenti janë dërguar në spitalin e përgjithshëm të Ngustivarit dhe pas ndihmës mjekësore që ua kanë dhënë mjekët atje, janë lëshuar për kurim shtëpiak. Ekipet të stacionit policor në Ngustivar kanë bërë inspektim në vendin e ngjarjes dhe sipas të dhënave të para, shkaki i aksidentit rezulton të jetë tejkalimi i shpejtësisë.